po buri kandidaturë për balme. Edhe po punoj fshehura dhe kundër me. Ka vetëm një rrugë, të bashkëpunojmë me mua. Bëjmë një ndërprerje të vogël, sepse do na shërbej për t'u rikthyer kësaj teme me një këndvështrim tjetër. Kemi çështjen e avokatit popullit. Avokati i popullit, ai që kemi aktualisht, i ka mbaruar mandati prej vitesh, më tani se sa vite u bën, ka të ngjarë që të ketë bërë një mandat të dytë kundra ligjor, të plot, sepse u bën shumë vite që ajo rrin detyrë, rrin në balanca. U hap një gara, u mbyll, pasi kishte dalë ca kandidat, siç duket nuk i pëlqyen Ramës dhe Berishës, tani kanë dalë kandidat të tjerë. Mos do të bëjmë të njëjtën gjë edhe me presidentin këta, pra ta hapin dhe ta mbyllin garën kur ti teket e si ti teket me kushtet që vjen këta. Sepse këta kanë treguar që nuk e kanë problem të bëjnë shkeljet edhe kur bëhet fjalë për institucione kushtetuese, siç është avokati i popullit. Nuk mund të ndodhë, po arrit të vendosin gjëra, të fiksuan ndryshimet kushtetuese dhe do votohen, se këta më konsiderojnë mua kështu, thotë çash ky ja kaktus, mes ndalemi dyshja. Të dy janë të kabalës, edhe Berisha dhe Rama. Po prandaj po them, Berisha pa mbythën ai çik te nga anë Trumpit. Po me hipokrizi. Përpiqet kështu me ndonjë lobim andaj me ndonjë lek të siguroj. Të pyes sepse të rregjet me avokatin e popullit u hap gara, u lani heshtje. Berisha ka shansin ta vendos bythën o në karrigën e nacionalizmit dhe të djathtë dhe të vërtet me në krye Trumpin në botë, ose ta vendos 100% andaj nga Rama. Po buri kandidaturë përballë me, ai e ka vendosur bythën ke karrige e Ramës dhe e kabalës.